Shërbimet e policisë kufitare të portit të Durrësit si rezultati i intensifikimit të kontrolleve dhe verifikimeve të mëtejshme të himësishme në hyrje dhe dalje të Shqipërisë me objektiv parandalimin dhe goditjen e krimeve në kufi, në bashkëpunim me autoritetet doganore, financuan fazën e dytë të operacionit policor të koduar Aseti. Gjatë operacionit mësohet se u arrestua në flagrancë shtetasi me inicialet JZ, 40 vjeç, banues në Dipër. Gjatë kontrollit në vijën e dytë, në furgonin që drejtonte ky shtetas, u gjetën 108.960 euro dhe 600 franga, që tentonte t'i fuste në Shqipëri pa i deklaruar më parë. Së bashku me parat u sekuestrua në cilësinë e provës materiale mjeti tip furgon që drejtonte i arrestuari, si dhe 2 pajisje celular dhe pasaporta e tij. Në bashkëpunim me organin e prokurorisë dhe me partnerët vijon puna për të dokumentuar burimin e parave të sekuestruara. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.